është një akt i guximshëm vetë qoftë aftemi aty që bësojnë, një kohë kur propaganda atyre që kanë mjetet më të forta të informacionit është të censurojë se të jetësojnë realitetin në mënyrë të paimagjinueshme. Sa të po pysh edhe në Shqipëri në rrjetet sociale në koment apo një postim të caktuar për flitet për të temë me rrëksnimin për të thënë të vërtetën, ka tendenca për ta baltosur apo për ta ulur atë. Ka një organizim deri në Shqipëri pra në rrjetet sociale për ta amortizuar atë tmerr që ne përçojmë se po ndodh, për ta bërë normale apo për ta justifikuar, për të gjetur një shkak. Ndërkohë që jemi në kohën kur nuk ka më justifikim, shkak apo arsye që shpjegon të humbje të njerëzimit, njerëzillëngut, rënën të hunerë të paimagjinueshme që e pasojnë dita ditës. Jemi përballë një aneksimi që po ndodh avash sepse njerëzit nuk mund të vriten në qindra mijë apo miliona brenda pak ditësh apo muajsh, ndaj është kjo qasje për ta bërë të plepigatore gradualisht, derisa mos mbetet mas kush për të dëbuar apo për të prezente. Dhe ashtu siç tha profesor Dion, aktualisht Izraeli po bëhet gati për një mësymje tjetër të quajtur çlirimi plot i Gazës, dhe ndërkohë vazhdon të qëndrojë ai plani Trump për zhvendosje të popullsisë në Gaza, por a dështoi Trump për të vendosur paqen, siç kisha thënë, edhe në Gazë? Po mendoj se kjo është evidente, eno që sigurisht për aq kohë sa Gaza vazhdon të ketë luftime dhe për aq kohë sa vazhdon të ekzistojë qoftë edhe Hamasi, por qoftë edhe humbje të jetëve të pafajshme, sigurisht kjo nuk mund të quhet paqe. Nga ana tjetër, po të shikojmë reagimin edhe të komunitetit ndërkombëtar, vjet re që opinioni gjithmonë edhe më shumë fillon të anojë drejt një ndërhyrje e cila po shndrohet në një ndërhyrje jo morale, pra imorale në këtë pikë. Për shkak se nëse vetmbrojtja është një drejtë legjitime e çdo shteti, tejkalimi i të drejtës së vetmbrojtjes duke shkelur parimet e ligjeve të luftës, e konventës Gjenevës për proporcionalitet, kjo i bën ato veprime më pas të dënueshme dhe ne kemi parë vendime pafund, qoftë Kombeve Bashkuara, qoftë të shteteve të ndryshme së fundmi, të cilët apo qoftë edhe të entiteteve të ndryshme, që artistë të shumë të cilët refuzojnë që të pranojnë se kjo është një luftë e drejtë më tashmë. Shkurt muhabeti dielli me shosh nuk mbulohet. Ka një limit se sa mund të justifikosh ndërhyrjen agresive në emër të vetmbrojtjes, aq më tepër kur ata të cilët po vuajnë nuk janë më as luftëtarë të Hamasit, pra janë të pa identifikueshëm sepse ata janë pjesë e popullatës dhe ata që po vuajnë në fakt janë gra dhe fëmijë të pafajshëm. Mendoj që plani për rifutjen në Gaza është në vazhdën e këtij veprimi për ta bërë jetën e banorëve aty të pamundur. Mendoj se kjo eventualisht do të shtrëngojë komunitetin ndërkombëtar të marrë disa veprime të tipit nëse kjo ndodh, pra, nëse largohet popullsia në jug, ne atje do të kemi një krizë të madhe humanitare, gjë që për ta zgjidhur më pas do të detyrohet që të futen në efekt plane, pse jo edhe si ai i zotit Trump për zhvendosje të një pjesë të asaj popullsie në mënyrë që të lehtësohet kriza humanitare. Pra duket sikur zgjidhjen ne nuk po e gjejmë duke komunitetin ndërkombëtar në përgjithësi, nuk po e gjen duke ju kundërvën, le të themi, aktorit që po e shkakton këtë, por duke ndërmarrë veprime që bien gjithmonë më shumë në kurizë të viktimave që janë brenda në Gazë, që unë i konsideroj pothuajse pjesë më të madhe të popullsisë në këtë pikë. Pra nuk ka më ose të paktën ne nuk kemi arritur që të evidentojmë në kohët e fundit një forcë të aftë e cila është duke i bërë një rezistencë shtetit izraelit dhe rrjedhimisht do të kërcënonte ekzistencën e saj. Pra nuk mund të vrasësh një mizë me top. Pra, apo nëse neve identifikojmë që brenda një komuniteti ekziston një kriminal, ta sheshojmë neve të gjitha të komunitetin që të heqim qafet kriminal. Veprimet tilla janë të pafalshme në brenda legjislacionit të një vendi, pra se krimi është individual deri diku, dhe mendoj se
rrjedhimisht për logjik, janë edhe të pafalshme në natyrën e ndërveprimit ndërmjet shteteve. Deri tani Trump nuk është se ka përmbushur premtimet e tij për ndalim të konflikteve në një mënyrë të menjëhershme. Redion, të falenderoj. Profesor, shumë faleminderit për kohën. Faleminderit juve.